Akili i trazon Ferma VIP, zbulon skenarin e finales dhe parashikon eliminimin e Mimoza Ahmetit. Ish banori i edicionit të tretë të Ferma VIP, Akili, ka ndezur rrjetin me një deklaratë të fortë gjatë një videoje live në TikTok, ku pretendon se ka zbuluar detaje nga prapaskenat e formatit. Sipas tij, ai ka parë një copë letër ku ishte i shkruar zhvillimi i programit deri në finalen e madhe. Në këtë skenar të supozuar përmendet edhe emri i një prej banoreve më të komentuara të këtij sezoni, Mimoza Ahmeti. Akili pretendon se Mimoza do të humbas një sfidë dhe do të eliminohet pak para finales, duke lënë të kuptohet se gjithçka mund të jetë planifikuar për efekt audience dhe dinamike televizive. Por këto deklarata kanë sjellë menjëherë reagime të shumta në rrjet, veçanërisht nga mbështetësit e Mimozës, të cilët e konsiderojnë atë një nga figurat më të forta dhe më reale të këtij edicioni. Për shumë ndjekës të programit, Mimoza ka qenë një nga personazhet që ka dhënë më shumë përmbajtje, debat, humor, sinqeritet dhe karakter brenda Fermës. Pikërisht për këtë arsye, ideja e një eliminimi të saj pak para finales është parë si e padrejtë nga një pjesë e publikut. Shumë fansa besojnë se Mimoza meriton të shkojë deri në fund, pasi gjatë gjithë rrugtimit të saj ka treguar forcë, personalitet dhe autenticitet, pa u përpjekur të krijojë situata artificiale për vëmendje. Ndërkohë, Akili foli edhe për zhvillimet romantike brenda Fermës, duke pretenduar se Ola dhe Adioni kanë bërë një hap të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre, madje sipas tij ata janë fejuar, duke i dhënë fund aludimeve dhe dyshimeve që qarkullonin prej kohësh. Megjithatë, fokusi kryesor i reagimeve mbetet deklarata për Mimozën, pasi publiku tashmë është bërë edhe më kurioz për të parë nëse parashikimi i Akilit do të rezultojë i vërtetë apo jo. Në fund, mbetet për të parë nëse Ferma VIP do të surprizojë publikun apo nëse emra si Mimoza Ahmeti do të arrijnë të çojnë deri në fund një rrugtim ku dhe do fitojë, që shumë njerëz e konsiderojnë më se të merituar.